Mirëmëngjes njerëz, ja ku jam. Jemi në kulmin e verës dhe unë jam këtu si gjithmonë për mesazhin e yjeve në fat dhe në muzikë, pra për horoskopin dhe për analizën e një kënge, asaj këngës që është në fund të këtij emisioni, sikundër e dini. Horoskopi që unë kam përgatitur për ju këtë javë vere, këtë javë të nxehtë, është ky që do t'ju them më poshtë. Dashi. Kur unë vazhdoj studimet në shkollën e aktorëve, pedagog si Prokop Mima, Sander Prosi, Pirçe Hasko, Skënder Plasari, Agim Qiriaqi, apo Mimika Luca, apo Drita Peligu, në mësonin si të zhvillonim imagjinatën deri në pikën që të ndjenim për shembull aromën e kafes kur po e pinim kafen nga një filxhan që nuk ekzistonte. Pra, ishte sikur kishim filxhanin, sikur filxhanit kishte kafe dhe sikur ne po ndjenim aromën e kafes. Me një fjalë na mësonin që edhe kur bënim sikur pinim kafe, të ndjenin shijen dhe aromën e saj. Besoj se të njëjtat gjëra i ka mësuar edhe kësaj që po dëgjojmë, këngëtares yllit popit, që është e shenjës dashit, Lady Gaga, edhe pse nuk e ka studiuar me pedagogët e mi, edhe kësaj më duket se i ka mësuar sikurin. Ca kohë më parë, Lady Gaga ka deklaruar se mbrim ta ndjej shiun edhe kur nuk bie. Por mbi të gjitha, që është në gjendje të provokojë edhe një orgazm vetëm me forcën e mendjes. Në qoftë se një imagjinatë e tillë e fuqishme të pëlqen edhe ty ta kesh o njeri shenjës dashit, burra, grua, qofsh, ka ardhur momenti të fillosh e të stërvitesh. Do të të shërbej shumë në realizimin e qëllimit që i ke vënë vetes në këtë periudhë. Demi. Njerëz, ose më mirë ju të shenjës demit, po ju them një sekret të vogël timin. Çdo kush prej nesh ka artistët e tij të preferuar. Mund t'i preferoj për trupin, për sharmin, për interpretimin, apo për çdo gjë tjetër. A ju ka shkuar ndonjëherë ndërmend që ka dhe preferenca të veçanta si kundër është hunda? E pra unë kam një hund të preferuar. Është ajo e aktores Kate Blanchett e shenjës demit. Pse hunda do thoni ju? Sepse hunda, sipas meje, e Kate Blanchett, e bën të duket e fortë, e vendosur, edhe pse në të vërtetë është një hundë e madhe dhe jo e rregullt. Është më e gjerë dhe më mishtore se sa të gjitha hundët e tjera të mbiquajtura femërore, por për mua është sensuale dhe tërheqëse. Përveç kësaj, të krijon edhe një tjetër sensacion që të duket ndryshe nëse e shikon nga kënde të ndryshme. Mrekulli. Sipas meje, o dem, burra, grua, qofsh, të këshilloj të marrësh shembull nga unë në vlerësimin e bukurisë, e asaj bukurie që ndoshta nuk bën pjesë të shijet e tua. Dem, burra, grua, qofsh, je në një moment që duhet të rebelohesh ndaj standardeve të kulturës që na fusin çdo ditë nëpër shtëpitë tona, duke na dhunuar shijet me emisione, programe e artistë që në fundit nuk kanë atë vlerë për të cilën po na imponohen. Rebelohu karshi këtyre shijeve. Binjakët. Binjak, burra, grua, qofsh, edhe për parashikimin tënd të javës jam drejtuar të madhin Bob Dylan. Në vitin 1961, 19 vjeçari Bob Dylan, që është i shenjës binjakëve, filloi të performonte nëpër lokalet e New Yorkut duke filluar nga Green Village, duke kënduar këngë folk me një kitar akustike në dorë dhe me një harmonik në gojë sikundër po e dëgjoni. Në vitin 1963, karriera e Bob Dylan u ngrit fluturim dhe kritikët muzikor e quajtën gjeni.
Kur këngëtarëve të tjerë, yjet e popit, filluan të regjistronin këngët e tij, pra të bënin covera me këngët e tij, ai u bë edhe më i pasur, por instrumentet e tij mbetën po ato, kitara akustike dhe harmonika. Gjërat ndryshuan në vitin 1965, kur Bob Dylan kaloi te rocku dhe ndër instrumentet shtoi baterin, një kitarë elektrike, një kitarë bas, një tastier. Disa admirues të tij u ndjen keq dhe unë pyes, mos ndoshta edhe ty o binjak, bura grua qofsh të ka ardhur momenti që fillosh dhe të bësh një ndryshim? A je i gatshëm që të rrezikosh edhe pse ca njerëz që ke rreth e rrotull mund të ndjehen keq sepse duan ose të duan ashtu si kundër ke qenë deri tani? Në qoftë se po, ka ardhur momenti që të fillosh sa ndryshime. Por, a do të jenë në jetën tënde private? A do të jenë në fushën profesionale? Këtë unë nuk e di o binjak. Pura grua qofsh. Këtë gjeje ti. Gaforia. Në vitin 1984, The Boys of Summer, Djemtë e Verës, që është një këngë e Don Henley, që është edhe ai shenjës gafores, dhe që është kjo këngë që po dëgjojmë, u ngjit në vend të parë në të gjitha klasifikimet. Sot, duke shëtitur, pash figurën e një kafke mbi një Cadillac ngjitur. Këndon plot trishtim diku nga fundi i këngës Don Henley. Ishte i trishtuar kur kishte parë simbolin e grupit Grateful Dead, simbolin ekstrem të hipive, të ngjitur në një makinë luksi të cilën po e ngisti një djalosh snob. Gati 20 vjet më vonë, në vitin 2003, grupi amerikan rock The Tears regjistroi një cover të kësaj këngë duke shprehur përbuzjen për një tjetër grup punk, Black Flag. Këtë gjë u rekomandoj edhe juve o gafore, bura gra qofshi. Pa u trembur, mund t'i referoheni çdo shembulli të së kaluarës në qoftë se ju ndihmon të shpreheni e të tregoni opinionin tuaj për këdo. Mos kini frikë se do të binin përsëritje. Jo gafore, bura gra qofshi. Ju keni originalitetin tuaj. Përdoreni. Luani. The Clash ishin një grup punk me tendenca të majta dhe lindën si grup në vitin 1976. Me tekstet e tyre provokuese dhe me muzikën eksperimentale, shpresonin të kishin edhe influencë politike tek njerëzit, tek fansat e tyre. Po çfarë ndodhi? Kënga e tyre Rock the Casbah, që ne edhe po e dëgjojmë, u bë aq popullore sa studentët me këtë këngë kërcenin në të gjitha festat që organizonin. Këngëtari i grupit The Clash, Joe Strummer, që është i shenjës Luanit, u nervozua jashtë mase. Nuk donte që hymnet e tyre revolucionare të përdoreshin si mjet dëfrimi nga fëmijët e borgjezisë. Mua, ky sinqeriteti Joe Strummer më pëlqen shumë, por ty o njeri i shenjës së Luanit, bura grua qofsh, nuk ta këshilloj. Mos u merr me faktin se si përdoren ato që ti jep, dhe këtu e kam fjalën për ide, për kontribut, për ndjenjë. Lëri të tjerët ta përdorin si të duan. Mos harroni shprehjen e famshme që poezia nuk është e atij që e ka shkruar, por e atij që i duhet ta përdorë. Virgja Resha. Ka një ego të jashtëzakonshme, ka një ego gjigante, thot Beyoncé, që është e shenjës Virgja Reshës, në këngën e saj Ego, që edhe po e dëgjojmë. Është shumë e madhe, shumë e gjerë, shumë e fortë dhe e pamaz, dhe është shumë e vështirë. Ajo flet kështu sepse është shumë e sigurt në vetvete. Të gjitha këto janë vargje të Beyoncés, por unë po t'i them ty o Virgja Resh, bura grua qofsh, sepse ky është mesazhi im ose mesazhi i yjeve për ty për ditët të vijim. Do të më pëlqente
të rria i mahnitur dhe të admiroja madhështinë dhe forcën e egos tënde. Ditët që do të vinë, do t'jenë nga ato momentet e rralla që të lejojnë të nxjerrësh në pa me gjithë forcën e bukurisë egon tënde, atë unin tënd të veçantë që e mban të heshtur brenda vetes. Je në një moment që të lejohet edhe ta heqish atë mburojën, atë guaskën, atë parzmonin që zakonisht përdor dhe të lejohet të bësh edhe në i budallik në thojza. Peshorja. Peshore, bura agra qofshi. Që të mos ju mbetet hatri, edhe për ju, sot shembullin e ka marrë nga një muzikant, është Ray Charles, i shenjës peshores. Ne po e dëgjojmë këtë me këngën e tij I Can't Stop Loving You. Ray Charles ka treguar një herë në një intervistë. Disa njerëz më kanë thënë se unë kam shpikur tinguj, që më parë ata i thrisnin shpirt, i thrisnin soul, tinguj soul. Por unë, vazhdon Ray Charles, nuk mund ta marr këtë merit. Shpirti është peshore, bura agra qofshi. Bëje dhe ti këtë eksperiment, sepse shpirti është soul, ekziston, nuk ke çat shpikësh. Sipas asaj që unë parashikoj, ti ke nevojë të nxjerrësh totalisht në pa shpirtin tënd të vërtet. Është mënyra më e mirë për ty, por për ta bërë duhet që të lënë rahat, ose që të jesh rahat. Pra, me fjalë të tjera, mos e freno entuziazmin që ke, mos ha veten për brenda, jepi liri, frymëmarrje shpirtit tënd soul thuhet në përgjithësi, dhe do të shohësh që ai asnjëherë nuk të le në balë, por do të jetë në bazën e çdo gjëje që ti do të kesh. Akrepi. Matt Corvette, njerëz, është këngëtari i grupit punk rock amerikan Peace Jeans. Dhe natyrisht është i shenjës akrepit, sa ndryshe nuk do ta kisha marrë për shembull. Ne po e dëgjojmë me këngën Fantasy World. Me këtë këngë, Matt Corvette imagjinon një moment lumturie me vargjet, është e premte në darkë dhe e shtunë në mëngjes. Në botën time fantastike, ulur jam pranë një grumbulli rrobash e një Coca-Cola po pi me një copë pice në botën time fantastike. Ai nuk e përshkruan një botë fantastike ku mund edhe të fluturoj si një zog i lirë, apo një botë fantastike mes tesaresh të çmuara me një tuf grash të bukura përreth, jo. Përshkruan një botë fantastike të thjeshtë me kënaqësitë e vogla të përditshme. Akrepa, bura agra qofshi. Në qoftë se doni që këtë javë ta shijoni vërtet me të gjitha bukuritë e saj, referojuni vargjeve që sapo ju lexova. Vlerësoni e shijoni çdo gjë që keni përreth, sado e vogël në ndukje. Shigjetari. The Dragon Lives Again është një film i vitit 1977, njerëz, në të cilën shpirti i Bruce Lee, legjendës së arteve marciale, që është i shenjës shigjetarit, lufton me të këqinj siç janë Dracula, Padrino, Esorcisti e të tjera. Ty o shigjetar, bura grua qofsh, të ftoj të bësh të njëjtën gjë. Imagjinoje një film, ose imagjino në një film ku heroi apo heroina je ti. Imagjino edhe ndonjë super fuqi që ke, që mendon se është super fuqi, dhe futen ndër personazhe të gjitha ata që në të shkuarën të kanë bërë në i padrejtësi, përfshike këta personazhe. Dhe pastaj imagjino që po ju bën atyre gjithçka që Bruce Lee i bënte të këqijve në filmin që ju thash. Në qoftë se doni, shkoni shihni dhe filmin ta kuptoni se përse po flas. Të siguroj që do kuptosh se sa me vlerë është ta lësh të shkuarën pas krave.
Gjithashtu, të siguroj që më mirë se sa të luftosh me të shkuarën, është ta lësh të paskrave dhe të projektosh një të ardhme, që për ty, unë e parashikoj të ndritur. Të merresh me të shkuarën, është kohë e humbur. Britsjapi. Bura Graqofshi besoj se e njohët këtë që po këndon. Është Janis Joplin, që është e shenjës Britsjapit. Dhe po e dëgjojmë me pjesën e saj Cry. Unë preferoj më mirë që të mos këndoj, ka thënë ajo, se sa të këndoj me zë të ulët. Dhe ky qëndrim i saj, më kujton edhe piktorin e madh Salvador Dali që ka thënë, të pikturosh nuk është kur e vështirë, o është e kollajt, o është e pamundur. Janë dy artistë këta të cilëve ju referova, o Britsjepër, Bura Graqofshi, sepse mendoj që këtë javë edhe ju do t'jeni përballë një situate alternative të ngjashme. Do të doni të jepni maksimumin tuaj gjithçka që keni brenda, ose në të kundërtën asgjë. O të gjithë, o hiç. Do të jeni në një moment psikologjik tepër të favorshëm, mendoj unë, që do t'u lejoj ose të bëni atë që doni vërtet ta bëni, ose do t'jeni komplet të bllokuar. Për fat, yjet parashikojnë që dëshira dhe mundësia për të dhënë maksimumin dhe për të arritur atë çka prej kohësh përpiqeni të arrini, do t'jetë dominues dhe fitimtare. Jeni në një moment të shkëlqyer. Ujor, Bura Graqofshi, ky që po dëgjojmë është këngëtari reggae Bob Marley, që është i shenjës së ujorit, i cili përveç mesazheve të mëdha që na ka dhënë nëpërmjet këngëve të tij, ka lënë pas edhe shumë fjalë të urta, mendime të vyera apo aforizma, quajini si të doni. Në një prej aforizmave të tij, Bob Marley ka thënë, ose po a them unë tani se çfarë ka thënë Bob Marley në një prej aforizmave të tij. E vërteta është se të gjithë të bëjnë keq, por je ti që duhet të gjesh se kë prej tyre ja vlen vërtet ta duash. Keni nevojë t'u përsëris? Po ti, ujor, Bura Graqofshi, si e ndjen e veten lidhur me këtë aforizëm që sapo të thash? Ke qenë në gjendje ti zgjedhësh ata që në sytë e tu kanë aq vlera sa ti t'jesh i gatshëm të kalosh çdo moment të padurueshëm të tyre? A e ke krijuar një familje, një shoqëri, një grup që ty të bëjnë të ndjehesh më shumë i lumtur se sa i mërzitur e i dëshpëruar? Muajt në vazhdim, deri nga fundi i këtij viti, për ty ujor, Bura Graqofshi, do t'jenë momenti ideal për të përsosur këtë aspekt të jetës tënde. Zgjedhjen e njerëzve me të cilët ti do të vazhdosh. Peshqit. Njerëz, një ditë po mendoja të bleja një nga ato GPS-et, nga ato gjërat, nga ato agjegjët, për të gjetur se ku e ke parkuar makinën kur nuk e mban mend. Pastaj mendova dhe një herë tjetër. Kjo t'jetë e vetmja gjë që më dembelos mua, ose që më dembelos trurin. Kollajliqet dhe komoditetet e sot me njerëz që na ofron teknologjia janë të mrekullueshme pa diskutim. Por vjen një moment dhe ndikojnë jashtëzakonisht negativisht në dembelosjen e trurit dhe të kujtesës. Peshq, Bura Graqofshi, ju ftoj edhe juve të reflektoni pak për këtë që sapo ju thash. Ka ardhur momenti që t'i rishikoni pak të gjitha këto gadget, këto komoditete, këto zakone, që ndoshta po u azbehin pak forcën e vullnetit që ju karakterizon. Të gjitha këto, telekomanda, tablet, celular, automat, e të tjera, po ju bëjnë pak më pasiv se ç'duhet. Nuk ju them të jetoni pa to, natyrisht, por aktivitetin fizik e mendor mos e lini pas dore.
më dëgju ato peshq, bura gra qofshi.